Elbasani i viteve të shkuara rikthehet i gjallë përmes ngjyrave dhe telajës në ekspozitën Nostalgjia të piktorit Gazmend Xhaferi, e çelur në hollën e teatrit Skampa. Mbi 40 punime artistike sjellin pamje të qytetit të ndër vite, duke rikthyer në kujdes rrugë, objekte dhe monumente që sot nuk ekzistojnë më, por që mbetën pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të Elbasanit. Për autorin kjo ekspozitë është një thirrje për të mos harruar historinë e qytetit dhe për ta përcjellë atë tek brezat e rinj. Ekspozitën janë rreth 40 punime, edhe për nga vetë titulli i ekspozitës, Nostalgji Elbasanin Telaja. Edhe janë marrë për shembull që nga kohët e hershme të Elbasanit, që nga riprodhimet e Eduard Lirit, 1848, edhe nga ilustrimet e tij, piktura, plus edhe pasaj nga foto nga arkivi digital i Elbasanit, nga foto për shkak që nga 1916 e këtej. Edhe jam mundu me teknika të ndryshme për shkak që të paraqes pamje nga Elbasani. Edhe në të gjitha këto piktura për shkak njerëzit që vinë, shikojnë, të gjitha kanë ato kujtimet e veta, të paktën edhe ato që kanë jetuar për pak kohë në Elbasan, edhe ato kanë kujtimet e veta për këto rrugicat e Elbasanit. Ekspozita është vlerësuar edhe nga artistë të tjerë të cilët theksojnë rolin që arti luan në ruajtjen dhe promovimin e identitetit kulturor të qytetit. Erdha në fakt me shumë dëshirë në Elbasan për shumë pikat që më lidhin, nga më kryesoret për hir të vërtetës së shkolla e Elbasanit, që na sjell studentë shumë të mirë, shumë cilësor, që vazhdojnë traditën dhe janë shumë të vyer dhe shumë dinjitoz në vizatim dhe në pikturë, dhe kjo na ngron në fakt. Njëkohësisht vi këtu te Gazi një ekspozitë dinjitoze, shumë serioze, e kuruar dhe konceptuar nga ai, ku sjell Elbasanin padyshim të djeshëm, për shumë që nuk e njohin, Elbasanin do thosha të sotëm dhe patjetër Elbasanin e nesërm, për shumë breza, pra është një lidhje shumë interesante e të gjitha brezave dhe një nostalgji si ai e ka titulluar. Shumë nga ne në fakt do ishte me fat sikur të kishim lind në këto rrugica dhe të pikturonim si Eduard Lir apo si Vëngjysh Mio, dhe kështu shoh për hir të vërtetës një konkurim shumë interesant, pikërisht me atë dritën e Korçës që askush nga ne të Tiranës nuk e di që mund ta gjejmë në Elbasan, vetëse kur vim në koloni të ndryshme që na ftojnë dhe pikturojmë Elbasanin, dhe secili turret për të pikturuar, si më thënë, kodrinat, por e brendshme e Elbasanit është këtu në fakt paraqitet jashtëzakonisht mirë. Nostalgjia është ekspozita e tretë organizuar brenda këtij muaji në qarkun e Elbasanit, pas aktiviteteve artistike në Belsh dhe Gjinar. Arti po shndrohet gjithnjë më shumë në një promotor të rëndësishëm të turizmit dhe vlerave kulturore të zonës.